Ashtu si që the edhe ti, sot kuvendi miratoi projekt buxheti në plan të parë për vitin 2026, ku ky projekt buxhet ka vlerën e 4 miliardë euro. Megjithatë, kjo seancë u veçua me replika kundër replika të shumta, ku për 5 orë deputetët e kuvendit replikuan me njëri tjetrin, por edhe me kabinetin qeveritar, respektivisht me ministrin e financave Hekuran Murati, me cilin fillimisht tregoi planin se ku do të shkojnë këto mjete pra të projekt buxhetit për vitin 2026. Ajo që ka vlen të theksohet fillimisht ishte deklarata Albin Kurtit, ku kërkoi fillimisht që duhet të shihet pra plani qeveritar para se të votohet projekt buxheti për vitin 2026, e më pas edhe filluan këto replikat që e veçuan seancën e sotme, ku vlen të përmendet fillimisht se i pari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e nisi këtë fjalimin e tina pra debatin me qeverin respektivisht, ku tha se duhet të mos shkelet kushtetuta, pra cilësoj si shkelet e kushtetutës nëse nuk përmbledhet komuna e Prishtinës në këtë projekt buxhet. E në anën tjetër edhe Bedri Hamza e cilësoj të dyshim pra pse po gjithë kjo nguti për votimin e këtij projekt buxheti. Përveç këtyre, do të thotë edhe Lumir Abdigjikut edhe Bedri Hamzës, të tjerë që replikuan me ministrin e financave Hekuran Murati, ishte edhe Hikmete Bajrami, e cila edhe e akuzoi këtë të fundit për le të themi korrupsion në këtë ministri, ku menjëhershme ishte edhe kundër përgjigja e Hekuran Murati, i cili tha se të gjitha faktet apo argumentet që i posedon zonja Hikmete Bajrami ti dorëzoj në prokurori dhe të shkojnë këto sipas ligjit. Megjithatë nuk pati sa i përket kësaj pjese ndonjë replik tjetër. Ajo që vlen të veçohet ishte edhe e Ganimete Musliut nga PDK, që tha se ky projekt buxhet të ndahet edhe për sigurinë në shkollat e Kosovës, pasi tha që siguria në shkollat e Kosovës për fëmijët tanë vazhdon të jetë shqetësuese, ku ekspozohen vazhdimisht në dhunë, por edhe në konsumimin e lëndëve narkotike. Edhe Blerta Deliu Kodra tha po ashtu se ky projekt buxhet nuk është në të mirë të qytetarëve, pra nuk shkon në të mirën e qytetarëve ky projekt buxhet i qeverisë së Republikës së Kosovës. E zotri Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës potencoi se është i njëjti me vitin 2025, pra nuk ka ndryshim krahasuar me vitin e kaluar. Pra kjo ishte pak a shumë një përmbledhje në të cilën sot kuvendi i Republikës së Kosovës mund veçohet për të thënë. Padyshim se pati shumë debate të ndryshme, pati debate edhe për qytete në kuadër komunale, pra pati debate mes deputetëve nga lëvizjeve të vendosjes dhe nga Partia Demokratike e Kosovës rreth qytetit të Ferizajit, akuzuan njëri tjetrin se nuk po investohet aq shumë në, pra Partia Demokratike akuzoi lëvizjen të vendosjes se nuk po investon aq sa duhet në komunën e Ferizajit, për shkak se udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës. Kaq nga kuvendi, kaq nga kjo seancë me cilën shpresojmë që e kemi përmbledhur edhe në storyn paraprakisht. Për gjitha informacionet tjera, televizioni gazetarëve do të qëndrojë në kuvend, do të qëndrojë të raportoj vazhdimisht për lajmet e fundit nga kuvendi i Kosovës. Kaq nga këtu, po e kaloj linjën tek ju në studio nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër afërdita. Faleminderit shumë Zeqer për këtë